Po, si që dini, finalja Big Brotherit është këse të shtune dhe tani është Gjesti, Rozana, Egli dhe Laerti, dhe me thonë, 4 finalistët. Po, të 4 dhe me thonë, kanë fansat e tyre dhe të 4 dhe me thonë, ja pretendent kryesor. Gjesti ka një avantazh pasi ka dhe diasporën në krah të tij dhe kjo dhe me thonë është pozitive për të dhe së fundi dhe me thonë ka bërë dhe disa veprime dhe me thonë që arrenin e nxit dhe me thonë që t'jep votën përsëri atij publiku që ishte i lëkundur dhe duhet patur parasysh tani që 100.000 eurot e premtuar nga Top Channel të Big Brother VIP Albania 4 do ishin një hap pozitiv për secilin. A e favorizoi Gjesti shuplaka që Po tani edhe e kërketi Gjesi pasi si që dini, Gjesi është provokator dhe diçka e tillë, domethënë ishte e pashmoshme. Ju e pati dhe me rastin e Gjibonit që pati një përplasje fizike pasi Gjesi është shumë aktiv në Big Brother si banori Big Brotherit dhe kështu që ishte domethënë një tendencë e pashmangshme për të, dhe me thonë një farkim fizik. Dhe tani Gjesi është mësuar, dhe me thonë, me dhunë psikologjik, me dhunë fizike, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, dhe kështu që ati i mësu likurët, dhe me thonë, me veprime të tilla, por është e pafashme, dhe me thonë, që të ndodhin farkime të tilla, pasi është mungesë kontrolli i vetvetes, dhe me thonë një akt dhune. Po për dasmën e Eglit dhe Gjesti, çfarë mendon? Ishte dasmë e rregull, dhe me thonë, që ashtu siç mund ndodhë dhe secilit nga ne dhe shpresoj që të vazhdojë dhe me tutje pasi ajo gocë Egli, dhe me thonë, e ka pamundur që të martohet sërish pas Gjestit, dhe me thonë është mirë që të jetojnë bashkë se tani imazhi i saj është për lyer dhe kështu që është mirë, dhe me thonë, që të krijojnë kushtet dhe të jetojnë sa më gjatë dhe të krijojnë një familje, dhe me thonë ishte pozitive pasi edhe shkenë si shqipta, nuk është se Egli është në yll e Gjesi është fundrinë, dhe me thonë janë afërsisht të njëjtin mentalitet botëtimi dhe mendoj që edhe Egli është një hap pozitiv për Gjesin pasi e di jetën, e di, dhe me thonë se si veprohet, si ecet dhe kështu që do ndihmonte që dhe Gjesi të ecte përpara dhe siç e dini Kosova dhe Shqipëria, por Shqipëria dhe Kosova janë gati një shtet dhe kështu që Gjesi do arrin të flisë gjuhën letrare pasi siç e dini ka akoma vështirësi me gjuhën në të kuptuarit dhe në të folurit. Kur shikoj disa fytyra në ekran, kaq të rëndon të janë. Kush mendoni se e fiton? Gazetar civil urdhër. Kush mendoni se e fiton? Kush kse rao? Po. Zgjedhje. Big Brother. Ato janë disa konkurrent simpatik. Ata konkurrentët mendoj. Që lufta deri në fund do jetë e vështirë. Opinioni vendos. A mendoni se kjo shuplaka që mori Gjesti mund ta favorizojë atë në publik, duke u viktimizuar disi ose edhe ka pse jo, ka mundësi. Por mendoj një minus. Nuk duhet të shkojmë në të tilla gjëra. Në gjitha të ndodhin, pranohen. Kapitalizmi i pranon të gjitha në mënyrë kategorike. Pra janë të lirë njerëzit. Faktikisht, unë për kulturën që kam, nuk e pranoj. Çfarë mendoni për atë shuplakën që u dha? As pak e bukur. Një gjë si mua nuk më pëlqen. Ama, a duhet patjetër, a ndodhin patjetër, a janë që duhet tolerohen, edhe tolerohen, sepse ndodhin. Njeriu i lirë, nga liria nga njerë, çfrenohet, nuk din çfarë bën. Pra, sot, Big Brother ka diçka që quhet argëtuese. Shikoj që bëjnë politikanët tanë, për politikën e tyre, disa fish më të rëndë, disa fish më fyse, më të degeneruar, më ekstreme. Ne kemi provuar, kemi jetuar. A mendoni se ishte e duhur masa që u vajozit u la me detyrim paraqitje? Unë mendoj se është diçka e mirë, pozitive. A ka mundësi forma tjera pa tjetër gjinen? Po përvoja jonë është e vogël të ndërtime, ne nuk kemi hyrë hala në fazën e fortë të kapitalizmit, që
me të vërtet e kemi konsoliduar dhe e kemi marrë me formën reale si që duhet. Ne, si shqiptar, na falen disa gjëra. Faleminderit. Mirupafshim. Big Brotherin. Big Brother, Rozana. Me këtë do jetë kokë për kokë. Me Laertin besoj? A mendoni se reagimi i tyre ndaj shuplakës që u dha gjesti i penalizoi disi Laertin dhe I Rozanën? pengoj disi, por që ishte një ngjarje shumë e shumtuar. Aq më tepër që tani po frustohet akoma më tepër ky incident. Kjo ngjarje. Nuk duhet kishte ndodhur, por që duhet ishte i vetuar, domethënë nuk ishte pse të ndodhte aq rënd ajo ngjarje. Okej, dakor, një provokim i xhestit nga ana që hodhi kryqin ishte një provokim, por jo të shkonte deri në atë pikë. Sepse janë që të dy të rritur edhe Kjo ngjarje, a mendoni se e favorizon disi gjestin për të fituar ose për qenë në dyshën e fundit? unë mendoj se e meriton Rozana. Përfundimisht e meriton Rozana. Jam një fan se saj edhe e përshëndes. Ju uroj fitore. Faleminderit. Mirupafshim. Fiton Big Brotherin. Ai kokbardhi. Gjesti, E gjesi, e. pse mendoni se fiton ai? I takon se e hegri një këshu, i takon atje. Mendoni se ajo Po, shuplaka po, që mori do ndikoj shumë ajo. Në dhenjen e paras. Ai është krahasuar shpesh me Luiz Ellin. A mendoni Po, se ka po, një po, i prëngjan Luizit. I ngjet pak a shumë rrugën e Luizit ka ai. Kush është më i mirë, Gjesti apo Luizi? Aty. Balancojnë njëri me tjetrin. Po pas Big Brother, a mendon se do ta vazhdoj lidhjen me Eglin? Urdo? Do ta vazhdoj lidhjen me Eglin pas Bigut? Pse mos e vazhdojmë? Gotë të mirë e pse mos vazhdoj? Për reagimi Laertit dhe Rozanës, si u duk në momentin që godit Gjesti? Po tash, po një person e një, se një, nëse goditet nga një person tjetër, do të vi keq. Patjetër. Dhuna nuk është e mirë. Mirupafshim. E ndiqni Big Brotherin? Kush mendon se do e fitoj? Unë them që Rozana Ladi. Ajo, Rozana, si e kam bjerë me Rozana? Radi. Radi, se është Ladi. Ajo dhe. Ajo më tepër i takon të Gjesit, po duke qenë se Rozana është shumë e njohur dhe nuk kam me kohë për të hyrë në Big Brother, kurse ai 24 vjeç do dalë edhe një herë tjetër, se ai nga Kosova erdhi këtu. Pse mendoni se e meriton më shumë Gjesti? Gjesi e ka mbajtur atë gjallë në kem tërë këto 3 muaj sa u bë. Prandaj dhe kështu jam 50 me 50, jam midis Rozanës dhe Gjesit. Po jashtë Big Brother, a do jetë Gjesti dhe Egli sërish bashkë? Ja, se besoj. Nuk e besoj se ajo ka bashkjetuar me atë djalin, atë aktor që është ai, Olsi. me Olsi Bilykun. 5 vjetë. Kështu që ai 24 vjeç, ajo 28. E qikës e vështirë, them unë. Mikës ajo është këngëtare, është kështu është e zgjuar, po s'besoj. Me këto që po shikojmë këtë javën e fundit me ato, një grindje e paparë, sigur do there në njëri tjetër. Se ato vendet i kanë zënë tash, kanë dalë të katër. Për atë Se mendoni se e bën dasmën? dasmën e bëri ai për të fituar akoma pikë Gjesi. Dhe nga kjo, edhe ajo ishte dakord, ajo është shumë edhe pas Gjesit. Më shumë nga kjo e bëri Gjesi. Po me shpo shikojmë tash, Gjesi sigur po e largon ai shumë sa sigur s'do në takojnë me. Nga ato veprimi që shikojmë. A mendoni se shuplaka që mori Gjesti mund ta ketë favorizuar disin publik? Atë thave, ja, për të favorizuar, ja, ai e kishte pruar shumë kohë me Jozin këtë ofendimet. Dhe aty është barazi Jozi, me që po ishte në park daljes. Mendoni se ishte disi provokativ Gjestin të Jozit që godit? Po, këta thonë që Gjesi zuri një diçka jo të them, kështu që nuk flitet. Edhe ai aty janë ndezi me plem. Gjesti shpesh herë është krahasuar me Luiz Ellin. A mendoni se ka ngjashmëri mes tyre? Kush është më i mirë për ty, Luizi apo Gjesti? Gjesi është më i mirë. Çfarë ka ndryshe loja e Gjestit nga e Luizit? Qa them unë, është më i shkafe, Gjesi.
Ka treguar çka si. Faleminderit. Mirupafshim. Big Brother. Qa është kë? Big Brother. Më vjen këtë ju them, po e është vetëm një ignoranci që për të mos a shprehur atë banalitetin që më ndodhe. Ju vini Brezili dhe ju krenoni me këtë ignoranci, është e turpshme. T'ju jap dhe një këshill që Kjo intervista që një gjeni ju? Po, shumë e mirë. edhe juve duhet të vinë qik turp. Që propagandoni këtë. Po kjo është temë sociale, nuk është temë. Qa? Është temë sociale që njerëzit e shohin, e ndjekin, ka artista, është Lart Vasili, Rozana Radi, Qa që që? janë Artista? dy artista që njihen. Po jam më falë. Ti kur shef atje, ose kjo rinia që shef atje, çfarë mesazhi merr? Rinia që shef këtë Big Brother, këtë butalliqet, çfarë mesazhi merr? Shko, Big Brother nuk është për të një mesazh, është më shumë një program ku shikohet jeta e personazheve publik. Grik. Me më ato skenat e turpshme atje që bëjnë ata. Kush është skene turpshme për ju? Jo, unë s'mund ta, sepse s'jam e kategoria atyre për ta thënë atë llafin banale, kupton. Unë ju këshilloj juve që të mos dilni më për këto lloj ignorancish. Ju duhet dilni. Të propagandoni aktorët e mëdhenj të kombit tonë. Ju s'dilni për këtë. Që 50 vjet histori, ata ishin krenaria që i dhanë kombit tonë dignitet. Ju nuk shikoni nga këto, shikoni Big Brother. Faleminderit. Hajde, Ditën e mirë. hajde me mend në kohë. Faleminderit. Hajde. Ton Big Brother. La erdi. A ishë më dinjitozi, për sjellë një mesazh në publik. Jo ajo egla që ato për sjellë mesazhe negative. Ti e vërtet los aty, po shikojnë edhe 1 milion njerëz për jashtë, sa për sjell, sa dinjitoze je, çfarë mendimi jep. Jo kështu kot më kot, domethënë muhabet e rrugës që gjëra tarala. Kështu prandaj unë mendoj që atje i takon. Është më dinjitoz, më i pjekur. Ka qenë më i sakt, me ndimen shumë sjellën gjëra të tjera. Si u duk reagimi Laertit kur dëgjuajti Jozi Gjestit? Ai që i veprime për mua është faji i produksionit që fut njerëz të tillë. A do të kishe reaguar Laerti? Po duhet kisha reaguar. E kupton, po aty është faji i produksionit që fut njerëz të tillë. Një njeri që del një herë, s'duhet kthehet më. Nuk duhet kthehet më ai që del. Të tërë ata që dolën krijon probleme aty. Kështu që produksioni duhet jetë me këmbë tokë dhe ti shikojë të çdo njerëzit mirë sepse aty vërtet është një lojë. Po është një lojë që shikojmë dhe ne, e shikoni madhe, e shikoni vogël, e shikoni gjithë dhe duhet të marrim një mesazh pozitiv, jo mesazhe negative. Jo me për mendimin tim, po pastaj ashtu nëse shikojnë vetëm fitimin, po të shikojnë dhe anën e përcjelljes, se çfarë përcjellet në publik. Duhet Po përcjellet. dasma e Eklit. Dasma ishte mirë, ishte domethënë alegri, një kalim, po për mua ishte hipokrizi, se ata as nuk përfundojnë Ata vazhdojnë ato atje. Ja, as nuk shtrohet fare, e problem. Po mirë, për aty ne e pam, shtym një bazite atje sa u bë, po as nuk shtrohet fare. Se nuk ka gjeksi për atë mendim për të martuar. Unë gjesin e kam vlerësuar kështu që është gacmuar, sepse ajo është lojë, është për bukuri që është gacmuar, më ka pëlqyer dhe ka përkrau. Gjesin kështu. E kupton, po s'ka ndonjë nivel ku që di. Po kështu si lojtar, kështu që gacmuar, bën gjithë, ka qenë aktiv tërkohën është mirë. Po ajo nuk, kurse ajo egla, ajo ka përcjell një negativitet. Nuk është femra shqiptare ashtu, në atë formë, nuk është. S'është, kemi i farë traditene, kemi i farë rregulli, kemi i farë, edhe dashuria ka ato të ferat, edhe ajo e ka degeneruar, e ka tepruar, e ka degraduar, edhe dashurinë, edhe sjelljen e një femre në ekran. Kujdu. Ti, ja ti si ti, çup shumë e mirë. Se duke qenë fytyrë, se turku thot kështu, qere Dembeli thot, vere Dembeli. Unë të lexoj në fytyrë, ashtu edhe shpirtin. Faleminderit. Ju pasim. Po Po kush? Luisi si e vlerëson si lojtar? Krahasohet me këta këtu? Jo, ishte më pozitiv ishte Luisi. Më pozitiv ishte. Më pozitiv. Bile për mua ky Big Brother ka qenë më negativ, ka pse më shumë negativitet se pozitivitet në Big Brother e tjerë. Po Gjestja krahasohet me Luisin të shpesh që kanë krahasuar bashkë.
Aty, po, jo, Luizi ka disa gjëra më mirë se Xhersi, më mirë. Po unë Xhersin e vlerësoj për moshën që ka se 24 vjeçës. E kupton edhe çap kanë kështu. Për ato e vlerësoj dhe e kam për krau, edhe më ka kënaqur me sjelljet e tija. E kupton, kështu që prandaj. Po ai po dasma s'ka. Se fiton Big Brotherin. Nuk më ka pëlqyer fare. Mirë. Asnjë nga personazhet të pëlqen? Po nuk them që s'më pëlqejnë, se ato të dyja të moshave më të mëdha ishin të mira, po që ke këto tri pati çik. Nuk e di. Se di se kush do ta fitojë. Kujtoni ju që ta fitojë. Kush pëlqen ju? Rozana. Si u duk reagimi i Rozanës kur godit Gjesti? Po ato të gjithë reaguan aty. Po pse ndodhe duhet me e ditë. Rozana është akuzuar që nxiti konfliktin duke thënë Gjesti që Gjithë mos e hap derën. Nuk e di në atë moment, nuk e pash me të drejtën, po nuk e di se si. A mendoni se mund ta penalizojë Rozanën pak reagimi? Po s'ka pse. Se Rozana gjithë të kohë, domethënë, Jeni mirë, rap? jo, çanti se edhe. Se Rozana gjithë të kohë e dha, domethënë ato të vetën. Kush që nuk dha. Kështu që s'ka pse në fund penalizohet për ato. Po dasma e Mos Gjesti. ashtu, unë? Si u duk, dasma. Dasma. Inshallah shkoft ashtu si u bë, po. Big Brotherin. Nuk e kam ndjek, me të thënë drejtën, gjithsesi ato sekuenca që kam ndjeku, ai Gjesti munde. A mendoni se favorizoi shuplaka që mori? Jo. Nuk e mendoj. Si ishte veprim i mirë, po nuk e mendoj. Duke qenë se ai u godit nga Jozi, njerëzit e panë, ju erdhi disi edhe keq për të. A mundet kjo që t'i jap më shumë pika ti për ta fituar? S'mendoj. Nuk e mendoj. Po dasma me Iglin, si u duk? Mirë, normalisht. Nuk i kam ndjek, nuk është se i ndjek. A mendoni se po mundohet pak që të kopjoj Luizin? Gjithë se cili ka një kopje në një jetë, ka një idhull, ka një shembull që do ta ndjek, mbas edhe Kush ju pëlqen juve më shumë, Luizi apo Gjesti? Luisi. Çfarë kishte Luizi ndryshe? Kishte nivel, kishte përgatitje, bënte debat, e çonte debatin deri në fund. Për mendimin tim. Se fiton Big Brother. Po dhja 4, kështu që Kush nga ata ju pëlqen më shumë ju? ndoshta më pëlqen ajo këngëtarja. Rozana? Si u duk reagimi i Rozanës kur godit Gjesti? Sigurar e mirë se gruaja merre me punurin që Ajo indiferent. nuk reagoi fare dhe në rrjet është akuzuar edhe se e nxiti shuplakën, duke i thënë Gjesti që mos e hap derën Jozit. Se jam mendim për atë, se pasdeni që unë nuk e ndjek shumë. Jam qik gëmash, Po ajo shuplaka që mori ai këngëtari, si mendon? është negativ. Është rinia shqiptar nuk ka me mendimet e tyre dhe me kulturën që ka që t'ja goditën në këtë formë. Ai është formë shumë egzageruar dhe nuk mund të bëhet gjykuar. Dosha ka pas një lloj ngacmim ose mikro ka që mikro provokim, për së dhe qoftë dhere atje zotëtarisë. Jozi ka bërë gabim pikë. Kush e fiton si përfundim? Për mua, thash, këngëtarja. Faleminderit.